Përshëndetje të gjithëve. Në radhë të parë dua me gjithë zemër t'ju falenderoj që keni parë videon time dhe patjetër keni komentuar, keni thënë mendimet tuaja, të cilat i mirë kuptoj, po ashtu edhe të gjitha komentet që ju keni shkruar. Unë e bëj këtë video më shumë sepse dua që të sqaroj të gjithë njerëzit të cilët janë skeptik në lidhje me vendimin tim për të kthyer në Shqipëri, duke arsyetuar patjetër me shembuj të ndryshëm problematikat që ka Shqipëria. Unë, me thënë të drejtën, vjet kam qenë në lejen e lindjes dhe kam bërë një fazë pilot. Pra, atë vit leje lindje që kisha, unë e kalova në Shqipëri. Dhe kam kaluar pranverën, verën dhe dimrin atje, kam parë shumë mirë se si funksionon çdo gjë, më saktë i kam rikujtuar se shumë gjëra nuk kanë ndryshuar në Shqipëri, ka shumë problematika, duke nisur që nga energjia elektrike, që vazhdon të ikte, unë kisha harruar të blija qirinj. Pastaj puna me spitalet nuk më lidhi shumë, por 2 raste që pata me fëmijët, unë me thënë të drejtën kam gjetur zgjidhje. Kam qenë shumë e kënaqur me mjekët, sepse ne mjekët i kemi shumë të mira pavarësisht kushteve të spitalit, që me sa kam parë, do me thënë sa vinë dhe bëhen pak më të mira nga që kanë qenë, me përmbytjet që vazhdojnë akoma, ose mirëmbajtja e qytetit, hedhja e plerave në rrugë, mospasja e ndarjes koshave pra plastikës bio siç janë dhe këtu. Të gjitha këto unë i kam parë, jam shumë mirë e informuar se çfarë ndodh atje, por sërish kam zgjedhur që të kthehem dhe të mundohem të bëj një jetë normale, të shijoj edhe pjesën e bukur që ka Shqipëria, siç është dielli, ushqimi, familjarët etj. Ju përshëndes të gjithëve, faleminderit edhe një herë që më ndiqni.